across the 6, Salih into the net! Into the net! Hamdi Salih tashmë është kthyer në normalitet, duke bërë atë që ditë bëj më mirë, të jetë një golshënues i rregull për skuadrën e tij DC United. Bomberi kombëtare shqiptare të futbollit ka lënë përfundimisht pas krahave problemet e 2 muajve të para të transferimit në SBA tek skuadra e Washingtonit, DC United, dhe tani më jo vetëm që luan titullari pa diskutueshëm te ky ekip, por shënon javë pas jave gola shumë të rëndësishëm për skuadrën e tij. Në sfidën e radhës në kampionat, Hamdi Salih ka realizuar një nga golet e fitores brenda fushës së vet të DC United kundër Torontos me shifra 3-1. 2 golet e parë të takimit janë realizuar në minutën e parë dhe të 43 nga De Rosario, kolegu i repartit të sulmit për Salihin, me të cilën sulmuesi shqiptar merret vesh shumë mirë në fushën e lojës. Në këtë fraksion loje, Salih ka marrë edhe një karton të verdhë. Në pjesën e dytë, konkretisht në minutën e 71, Kovermars shkurtoi diferencat për Toronton. Gjithsesi, për të dhënë siguri në fitoren e skuadrës së tij, mendon Salihi, i cili 2 minuta më vonë pas një pasimi nga Ediata shënon golin e tretë të DC United. 8 minuta më vonë, sulmuesi shqiptar kishte mundësi të realizonte një tjetër gol, që ju mohua nga portieri kundërshtar. Në fund të ndeshjes, Salihi u shpreh shumë i lumtur për golin e katërt në 5 ndeshjet e fundit në Major Ligën Amerikane, ndërsa skuadra e tij DC United mbetet në vendin e dytë në konferencën e lindjes, me vetëm 1 pikë më pak se sa New York Red Bull.